Federatës Shqiptare. Jemi mbledhur sot në këtë tubim paqësor para parlamentit për të diskutuar në lidhje me moratoriumin e gjyqëtisë dhe arëve të gjallë. Kam nderin që të më jepet fjala sot në këtë tubim të gjyqtarëve dhe dashamirës të sportit fisnik të gjyqëtisë. Si president i Federatës Shqiptare Gjyqtarëve dhe Peshkatarëve Sportiv, jam i obliguar që të shtroj dhe të paraqes mendimet, problemet, si dhe kërkesat e këtij komunitetit të gjerë sportiv që shtrihet në të gjithë vendin. Siç dihet që prej një viti është aplikuar një moratorium 2 vjeçar për ndalimin total të gjyqëtisë sportive. Pavarësisht se këtë tubim po e mbajmë sot pas një viti, por i theksojmë se për hartimin e këtij ligji nuk u bë mundur konsultimi paraprak me grupet e interesit, të cilët janë të miratuar nga shteti shqiptar, si dhe trajtimi i problemeve që lidheshin me të u bë me shumë nxitim, duke menjanuar njohjen dhe diskutimin e çështjeve themelore, si rrjedhoi ky moratorium dështoi dhe nuk solli rezultatet e pritshme. Edhe ne gjyqtarët sportiv të gjithë vendit ton jemi të ndërgjegjshëm se dëmet e faunës së hegër janë në përmasat konsiderueshme, por nuk qëndron për të gjithë speciet e gjallë. Prandaj, për shërimin dhe përmirësimin e gjendjes duhet më parë të njihet ajo realisht. Kjo gjë bën domosdoshmë studimin dhe nxjerrjen e shkaqeve që sollën në këtë situatë. Aplikimi i këtij moratoriumi ka sjellë një barazi midis ne gjyqtarëve sportiv të rregullt dhe të ndershëm me kundravajtësit dhe shkelcit e ligjit gjyqëtisë. Të gjithë shkelcit që kryesisht janë jashtë shoqatave gjyqtare në vendin ton nuk kanë të bëjnë me gjyqtarë sportiv të rregullt që zbatojnë ligjet e këtij vendi. Prandaj, duke shprehur mendimet e gjithë gjyqtarëve sportiv të Shqipërisë, ndjehemi të ofenduar për këtë penalizim. Është detyrë kryesore e organeve ligjvendëse që të frenojë, ndalojë dhe të dënojë ata. Komuniteti gjyqtarëve sportiv, zërin e të cilëve po e shprehim sot, ka qenë, është dhe do të jetë gjithmonë një komunitet me parime ekologjike të mirëfillta në ushtrimin e gjyqëtisë. Edhe ne, si të gjithë vendet europiane, e ushtrojmë sportin e gjyqëtisë të miratuar nga organet shtetërore, menaxhuese të këtij sektori sipas programeve për vjelin e gjallë. Këto kushte i përmban pajisja dhe miratimi i lejes së gjyqëtisë dhe sipas këtyre ligjeve dhe rregullore kemi vepruar deri më sot. Gjithashtu, theksojmë me forcë se ne gjyqtarët sportiv nuk jemi as shkelës, as kriminal, as vrasës, por qytetarë të ndershëm që paguajmë të gjithë taksat, kërkojmë ushtrimin e drejtë ton si të gjithë qytetarët europianë. Ne nuk mundet të pranojmë këtë veprim të padrejtë të parlamentit, prandaj kërkojmë që ky moratorium të rishikohet edhe një herë. Në përfundim, ne si federat kërkojmë të bëhet zhbllokimi i sportit gjyqëtisë që në gjithë Evropën, si dhe moratoriumi për ndalimin e gjyqëtisë të mos aplikohet për shpendës shtetare në zonat e lira. Ne gjyqtarë sportiv të Republikës Shqipërisë kërkojmë rishikimin e ligjit të gjyqëtisë dhe rregullave përkatëse me pjesëmarrjen e specialistëve të federatës tonë.
duke shpresuar në realizimin e kërkesave tona nga organet kompetente, ju falenderoj të gjithëve që morët pjesë në këtë tubim të federatës tonë. Ju falenderit edhe herë. Fjalën e merr përfaqësuesi i rrjedhit Shkodrës, zoti Hasan Jera. Është hera por që gjyqtarët e gjithë Shqipërisë mlidhen në këtë kohë dhe në këtë formë për të protestuar. Dhe mas asaj të Elbasani që i falenderojmë shumë, që u bë shkëndij për marrë në këtu sot, kundër ligjit për mbylljen e gjuhëtisë. Nuk kemi ndëgjuar ndonjëherë në një vend botë që është mbyllur gjuhëtia totalisht. Është tentuar një herë në Angli në vitin 2004 dhe ka dështu. A bë protesta më përgjakshme. Janë vrarë policë, kanë marrë pjesë gra, fëmijë, e burra, e gjuhëtar. Ne nuk kemi ardhur këtu të demonstrojmë si në Angli, me protestu në mënyrë përgjakshme. Ne jemi mbledhur për të bërë thirrje qeverisë, ministrit Lefter Koka, kryeministrit Edi Rama, të mendojnë për këtë padrejtësi që na është bërë ne gjuhëtarëve. E ndjejmë veten poshtnum dhe të përsekutum, së bashku me zakartësi, majmë dhe ushqenjë, që Zoti i ka kriju për me gjujtë, jo për menaj. Pra naj edhe ata kanë ardhur sot këtu. Ashtu dhe. Të kërkojnë nga ju, qeveritarët, arsye dhe mëshirë që t'ju jep një leje me gjujtë. Jemi mbledhur sot këtu në Tiranë nga gjithë Shqipëria. Jo nga qefi, po nga halli. Kemi një vit që e vujmë këtë padrejtësi. Aq më tepër kur mendojmë se në asnjë vend të botës nuk është mbyllur gjuhëtia së bashku me vetë vendet e Bashkimit Evropian, të cilët tashti i ka dalë hilja kësaj punë. Shteti shqiptar ka marrë një fond nga Bashkimi Evropian për të mbyllur gjuhëtinë dhe gjoja për të investuar. Ka marrë 8 milion euro. Po nuk është bërë asnjë investim. Ata pare e din atë se ku kanë shku. Se nuk është mbyllur gjuhëtia se po jollimet shpend shtektar apo vendit qeverisë tonë. Po është mbyllur për këtë punë. Nuk jena na vetëm vendi tranzit në Europë, në Ballkan, vetëm Shqipëria që i kalon shpendin shtektar dhe e dëmtojmë na. Shtektimi i shpendëve shtektar fillon qysh nga Rusia larg, vendet skandinave dhe Azia. Dhe janë 5 rrugë që i shtekton shpendin shtektar. Jo vetëm në për Shqipëri, po janë 5 rrugë të ndryshme. A thu vetëm na, ky popull ka që i vogël, populli shqiptar, e po dëmton shpendin e tanë botës? Nuk është e vërtet. Aja nuk qëndron. E vërteta kësaj të keqe qëndron tek një pakicë drejtuesish të shoqatave, të cilët kanë qëndruar afër politikës për interesat e tyre dhe kanë aprovu çdo meze që është servir nga qeveria për të mbyllur gjuhëtinë. Gjuhëtia është një sport si gjithë të tjerë, si gjithë sportet e tjera, i cili ka lidhur bashkë me njerëzimin. Ajo nuk mund të ndalohet totalisht, por të kufizohet, kontrollohet dhe të investohet nga shteti. Në emër të gjithë gjuhëtarëve të Shqipërisë dhe konkretisht në emër të gjuhëtarëve të Qarkut Shkodrës, kërkojmë të hapet gjuhëtia. Të paktën për 4 shpend shtektar: Shkurta, Turtulli, Shapka dhe Rosa. Jemi plotësisht dakord që për disa shpend dhe kafshë të rralla të ndalohet gjuhëtia atyre, ashtu siç përmendi kryeministri për pelikanin kashorral dhe për dhëplen kuqaloshe, që ja dhim të shumë. Përfitoj nga rasti
ti kujtoj Ministrit Mjedisit dhe grupit punës që po punojnë për ndryshimin e ligjit gjuhëtisë, të ulet me ne gjuhëtarët e vërtetë dhe shoqatat e vërteta dhe të bashkëbisedojnë për ligjin e gjuhëtisë dhe mos të marrin vetëm mendimin e Thimi Perrit, që është kanceri i gjuhëtisë. Se për ndryshe do të dështojnë. Gjuhëtia është sport si gjithë sportet e tjera. Pse sportet e tjera nuk paguajnë taksa? Pse gjuhëtarët duhet të paguajnë taksa më të larta që parashikohet këtë vit me rrit taksat e gjuhëtisë. Boll nuk mundërojnë më, nuk bëjmë më taksa, rritje taksash. Që janë aty pagu tjera taksa boll. Në mbyllit fjalës po të drejtohem ty, shoku kryeministër. Hape gjuhëtin! Mos të tregon këmbë ngulës në mendimet e padrejta. Ky është fillimi. Ky është fillimi i protestave tona. Ata do të vazhdojnë. Ne do të konsultojmë në forma të ndryshme. Hape gjuhëtin, po të themi edhe herë. Nuk kemi ardhur këtu me të vu kushte për para zgjedhjeve, mërë kryeministër. Ashtë. Por dije mirë që ju ke prish qefin gjuhëtarëve me qindra më mija në tonë Shqipnin, edhe do të shpërblejnë. E merr fjalën përfaqësuesi i rrjedhit Lezhës, zoti Pjetër Gjoka. E federatës dhe stafin e tij për këtë tubim që organizoj. Gjithashtu, përshëndet e interesave të të gjithë gjatarëve të Shqipërisë, të cilët sot janë të përguar nga shteti. Se fauna jonë është dëmtuar shumë dhe jemi dakord gjithashtu që të punojmë së bashku neve. Përgjegjësjen e pakicë e papërfillshme të antarësh për gjithë sektorët e tjerë të jetës edhe për gjuhëtinë. Ato janë përgjegjës, nuk jemi ne përgjegjës. Radikale për dënimin kolektiv të gjuhëtarëve të Shqipërisë. Jemi këtu, pra edhe një herë. Jo dënimit kolektiv. Dhe e dim që nuk kemi kthyer në të kaluar, mos u kthejmë në formatje. Jo, nuk do ta lejoj Shqipëria, shqiptar, gjuhëtar. Pa një dëshmi nga shoqatat e gjuhëtisë apo një kualifikim përkatës. Jemi këtu për t'i thënë jo gjuhëtisë me drita. Për kafshë e egra, me dinamit, me generator, një vepër makabre, shumë makabre, edhe një mëkat jo vetëm para ligjit, por edhe para Zotit, sepse ajo shfarës çdo gjë që i del përpara. Se bashku me strukturat e shtetit, ne gjuhëtarët e ndershëm, ta ushtrojmë punën tonë, aktivitetin tonë për ndalimin e kësaj lloji gjuhëtie. Jemi të pamëshirshëm. Jemi këtu për t'i thënë po, forcimit, të sankcioneve dhe kundërvajtjeve për gjuhëtinë e palishme. Për t'ju thënë po dhe për të bashkëpunuar me strukturat e shtetit. Jemi këtu për të bashkëpunuar në shoqatat e gjuhëtarëve, e gjuhëtarëve me struktura shtetërore dhe të gjitha drejtimet. Deri tani është një hall shumë e rëndësishme që nuk ka funksionuar. Së fundmi, kërkoj me forcë, unë dhe gjatarët e Lezhës, besoj të gjithë Shqipërisë, me gjithë forcën e shpirtit, ti drejtohemi qeverisë, ti kryeministri, që është shumë radikal, parlamentit shqiptar, që jemi këtu, të kthejnë pak kokën dhe të qojnë, sepse kanë vepruar keq, dhe të lejojnë me njëherë që fuqizojnë të moratorium për ndalimin e gjuhëtisë. Faleminderit. Fjalën e merr përfaqësuesi i rrethit Elbasanit, zoti Gzim Gjorduni.
Të nderuar pjesëmarrës, ju falenderoj të gjithëve që na mbështetet nismën tonë për të organizuar këtë miting në rang republike këtu në Tiranë. Ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj. Jemi mbledhur këtu sot në këtë tubim paqësor për të shprehur kundërshtimin ton në lidhje me kozgjatjen e afatit të ligjit për moratoriumin e gjuetisë. Duhet të vëmë në duke se gjuetia është sporti më i bukur dhe më i vjetër që ushtrohet sot në të gjithë botën. Ne kundërshtojmë me forcë idenë i iniciuar për afatin e ligjit për moratoriumin e gjuetisë nga shoqata ambientalistëve, biologëve ose nga disa specialistë që nuk kanë njohuritë e duhura për faunën dhe gjuetin, që mbajnë përgjegjësi kryesore për këtë gjendje të gjaut sot. Përgjegjësi mbajmë dhe ne, shoqatat e gjatarëve në të gjithë vendin për mos edukimin e antarësisë sonë për zbatimin rigoroz të ligjit të gjuetisë. Në ligjin për moratoriumin e gjuetisë është kelur karta e të drejtave të njeriut duke na privuar të drejtën e ushtrimit pasionit gjuetisë konform ligjit, duke mos pasur parasysh numrin e madh të gjuetarëve. Kemi ngritur një infrastrukturë që ka një kosto të rëndë për familjet tona, si mjete transporti për gjuetin, zagar, armë, veshje e tjerë. Si mund të privohet kjo drejt? Ne nuk mund të pajtohemi me një logjik të tillë. Ne i bëjmë apel zotit kryeministër që të dëgjojë zërin e mira gjuetarëve të ndershëm për ta ulur afatin kohor të moratoriumit. Mendojmë se një vit ndalimi gjuetisë ishte i mjaftueshëm për ndërgjegjësimin dhe rritjen e përgjegjësisë të gjithë organizmave shtetëror dhe shoqëror, si dhe grupeve të interesit. Në këtë vit kemi bërë një punë të madhe bindësem me të gjithë shoqatat në rrethe për zbatimin e ligjit të gjuetisë dhe mbrojtjes së faunës egër. Hapja e gjuetisë sportive dhe turistike të kontrolluar do të shtonte të ardhurat në buxhetin e shtetit dhe do të bënte të mundur hyrjen e investimeve për shtimin e faunës egër. Zgjidhja e problemit nuk është mbyllja e gjuetisë, por forcimi i kontrollit mbi gjuetinë e palishme, parandalimi i kontrabandës dhe kryerja e investimeve për mbrojtjen dhe mbarshtimin e faunës egër. Nuk është moratoriumi dhe aq më tepër zgjatja e afatit të tij mënyra më e mirë për shtimin e gjaut, por mbrojtja dhe hedhja në terren e rasateve dhe specieve të ndryshme si fazani, thllëza, fushës, lepuri e tjerë. Duhet bërë rehabilitimi i zonave të gjuetisë në bazë të një studimi tim të zonave përkatëse në të gjithë vendin, gjë që shteti nuk e ka bërë që nga viti 1986, edhe pse i ka vjelur tarifat e gjuetisë tek ne. Të merren shembull shoqatat e Elbasanit dhe të Peqinit që kanë hedhur lloje të ndryshme si fazani, thllëza, fushës dhe derë egur në zonat e tyre dhe përsëri do të hedhim. Për përmirësimin e gjendjes gjaut dhe të gjuetisë propozojmë shteti të japë me koncesion ose në përdorim zona dhe terrene gjuetie me tarifa të arsyeshme që mund të përballohen nga subjektet për gjendjen aktuale financiare që kemi, duke ju referuar dhe praktikave të vendeve të tjera fqinje të rajonit. Të bëhen investime për popullimin me gjatë të zonave të caktuara duke forcuar mbrojtjen për 2-3 vjet. Të ruhen rreptësisht zonat e gjaut nga kundërvajtësit si gjuetia me drita, ajo në sezon të ndaluar, imituesit, leqet dhe çarqet, duke angazhuar jo vetëm inspektorët pyjor, por edhe shoqatat e gjuetarëve, komunitetin dhe policinë e rendit në mbështetje të tyre. Të bëhet një studim i përbashkët me grupet e interesit për të përcaktuar dhe studiuar mirë rregullat e gjuetisë, tarifat dhe afatet. Të hapet gjuetia në 15 gusht të 2015 duke qenë vit elektoral që imponon interesa reciproke të dy palëve. Me qëllim plotësimin e kërkesave dhe mos shkeljen e të drejtave të njeriut që na garantohen me kushtetutë. Në qoftë se kërkesat tona nuk do të merren konsiderat, ne do të përshkallëzojmë protestat tona dhe me masa të tjera. Ju ftoj të themi një jo të fortë kësaj ideje të gabuar. Përfaqësuesi i shoqatës Erzeli Treti Durrësit dhe nuk mund të shohet tek ne sepse ashtu duan disa persona, qofshin këta qeveritar ose ta shoqëruar ambientalistë. Jemi mbledhur sot tu të ndinjuar për një të mrekullueshëm quhet gjueti. Të ndinjuar sepse kemi kundërshtuar që në fillim këtë ide absurde, por nuk na zhvon veshi pas jemi përfaqësuar nga njerëz të gabuar. Të rregullt që ushtrojnë këtë sport konform të gjithë rregullave.
duke respektuar natyrën që na rrethon dhe ligjet e saj. Nuk mund të jem barbar, mbretër, president, doktor, mësues, qytetarë si që jemi dhe ne, që kemi të njëjtin pasion, për të vetëm arsye të formojmë qeverinë dhe publikun, me qëllimin e vetëm që të përfitojnë ekonomikisht nga kjo mëndzirë, duke folur dhe dhënë shifra të sakta për specurës, ku tashmë nuk ka asnjë zonë përshtatshme gjyëtie, dhe rostet që të vinë tek ne duhet të ndalojnë në majtën e çatije, sepse nga larguan. Zotërin nderuar, jemi të indignuar sepse ky ligj ku ju doni të mbrojni të drejtat e kafshëve, duke shkel të drejtat e njerëzit, është antikushtetues dhe nuk aplikohet në asnjë vend tjetër të Evropës. Bile habitemi, por gjithashtu jemi të vetëdijshëm që gjyëtia në vendin tonë nuk po kalon ditët e saj më të mira, dhe për këtë jemi shumë dakord që të merren të gjithë masat e nevojshme për faqe. Përshëndetje që gjithëve. Për të thënë jo moratoriumit të gjyëtisë. Këtyre zotrime nga këta grup njerëzve që janë këtu, sepse këta këtu nuk i ka prur as interesi, as biznesi, i ka prur pasioni. Edhe për të thënë përsëri, për të thënë që o zotni, këtu ka shikoj shumë burra pleq, që ndoshta bas një vitit disa do jenë sëmëj, i temi këtyre njerëzve, si shtate parafolci, që s'pare... Ose shukat për qenë fazanat në rezervatin e Fushkuqës. Sot, rezervati i Patogut, kjo është katrimi gjyëtisë nga çiftja e gjatarit të rregull dhe konsekuent. Por vjen nga grabitçarët, nuk funksionon shteti me moratoriume, por me ligje, me sanksione. Ligji është për gjujt një pakic, për gjujt një kast, një oligarki, për në jo moratoriumit dhe të hapet sezoni gjyëtisë, se ne do të vazhdojmë. Përshëndetje të gjithëve, mua nuk nga ngelur gjë për të thënë sepse edhe në tubimin që u bën Elbasan, ju themi edhe një herë qeveritarëve tanë që të na lënë të qetë këto pak ditë që na kanë mbetur, sepse gjithë jetën kemi qenë me armë në krah, duke respektuar çdo rregull. Rregullat i kanë prishur vetë këta që futën të huaj e gjithë shka dhe thonë që e prishin gjatarët. Gjatarët nuk kanë prishur asgjë. Gjatarët e pandërgjegjshëm që kanë gjuajtur jashtë çdo rregulli, me dritë, me projektor, me qargje, me lagje, dhe që vazhduan edhe këtë vit që moratoriumi u vendos, të shiteshin në për dyqane, në për klube, mishi gjau tegër. Ne gjuajmë si sportist, gjuajmë si gjatar të rregull dhe jemi plotësisht dakord me çdo rregull dhe vendim që do vendoset për mbrojtjen e gjyëtisë nga shteti dhe nga ana tonë. Ju përshëndes të gjithëve. I baj thirrje shtetit, jam edhe unë gjyqtar si gjithë tjerë, 72 vjeç, ashtu, me shumë kënaqësi, kush prej nesh mund të bëjnë një darsëm me kaq darsmor, e bëjmë vetëm na gjyqtar të pasioni që kena. Plus tjetër, po bëjmë thirrje aty në shkurtave dhe rosave që janë në Maltzi, mos hajde një Shqipni se hajde një Shqipni se na nuk u vrasim, ata i vrasin, atëherë nuk jena në kufi. Ju lutem, i lutem shtetit, na japin këtë mundësi. Maj Zagari në shtëpi, jam 72 vjeç, unë edhe për 2 vjet, nuk jam i zoti më miqit Zagarit me hëngër, jo me dalë me gjujt. Të na kënaqi shteti për këtë pasion, se nuk vim me bën këtë grevë që bëjmë këtu, ose si të mund ta quajmë, as për drita, që kena pagu miliona, as për pensione me na i rrit pensionet, po të na rrisin këtë mundësi jetët në këtë gjyti që jena. Qoshit në rumë, po të jetë edhe nevojshme, edhe ma shumë se ka që do të grumullohëna, besoj që në rojmë edhe vetin edhe shtetin. Në rumë. Lutem shokve që i kanë parullat aty, para se të largohen, tanë t'ingullin një aty, t'ingullin aty edhe kameramani t'i filmojnë aty, t'i fokusojnë. Që t'i shofin mirë ata aty, mas t'i marrë me veti, t'i lojmë këtu. Ju lutem, para se ta mbyllim të tubim paqësor dhe kaq të mrekullueshëm,
Këtu është përgatit një peticion që të gjithë gjyqtarët të kalojnë djathas shu, të firmosin, t'ja paraqesim qeverisë, t'ja paraqesim zotit kryeministër, sepse gjyqtia duhet hapet patjetër në shtator. Tashi, para se të firmosim të peticion, nuk na mbetet gjë tjetër vetëm në emër të federatës, në emër të presidentit të federatës, t'ju falenderojmë gjithëve dhe me besimin e plot që gjyqtia do hapet shtator. Hajde, faleminderit. S'kan pas haldra ku që di.